Vetë nuk ka më keq. E marrëm njerin që vdes e qojmë në krah. Sot e shumë keq që ne sot të qojmë njerin në krah. I thonë të tëra gjera, do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër, do i bëjmë sot, gjallë në botë. Sa vinë, marrën ato vota e me nuk shkelen. Shiko, e shtup që e themi këte, se jemi detyruar. Duhet ja japin, aman më bëj dhe punë. Vetëm për punë. Jo gjithë jetë të thash, edhe 2 rrugë i kam që më ka vajtë o djalin 2 fek. Në 2 fek, moj. Kaq. Neve si lagje jemi 75 familje këtu. Që banojmë sot aktualisht. Kemi qenë 100 ca, ka kellu 75. Që të veçëm Varreza, është një rrugë nga poshtë, lidhe të qenë, lidhe Varrezat. Mirë po, ishe pakalueshme. Si në behar dhe në dimër. Edhe në këto kushte se ja bëni? Neve e qëmë krah me idin. Duke qenë mundësia që ajo rrugë edhe me çakull mund bëhet shumë thjesht. Na është premtuar shumë herë dhe deri tash nuk është bërë asgjë. Për 5 makina çakull diskutohet. Çakull ka plot këtu në fshat, që po marrin. Edhe hidhet ajo dhe nuk ka si problem. Zgjidhen 2 gjëra, edhe Teqeja dhe Varrezat, njëkohësisht. Jeni ankor? Jemi ankor. Na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asgjë. Prej sa vitesh është në këtë gjendje? Që ka 30 vjet. Se kemi pasi rrugë diku, kur u da toka, u zukja rruga këtu e ngeli andeja. Ashtu vazhdon akoma. Kemi problem në si lagje. 75 familje. 75 familje banojnë sot këtu, në këtë lagje. Nuk vemi dot në Varreza. Më e vështirë është periudhën e dimrit? Dimër behar ajo, nuk vetë mjet jetë të shizë, zë makina poshtë. E çojmë në krah. E bjem deri këtu makinë, marrim krah çëm lart. Ne keni një problem që kërkon. E kemi problem serioz. I kemi njoftuar gjithë instancat, na kanë premtuar, deri tash nuk është bërë asnjë. Po na ndihmuat juve. Rreth sa rrugë është? Ajo është 1 kilometër e gjysmë. Që do vish vërdalla, se po t'ishe diku këtu afishte. Është 1 kilometër e gjysmë. Është në segment i konsiderueshëm. Po, është hapur si trashe. Po nuk zden makinat e vogla. Makine nuk vete varrimit. 1 kilometër e gjysmë e mbani me ikën në krah? Po. I bjem këtu në për këtu, hapim do gjirat e familje, duke, parasysh, i bjem shkurtë kështu. Pra në për tokën. Bile na koçidoj, vdiq njëri këtu, një kushiri jon, erdhi nuse në Anglia se u kamën aty. Erdhi muri ambulancë e çuam në Fier, se u kamën shkau. Se shumë e keqe, ishte dimër. Pyesi edhe të tjerë, këtu janë fakte që ndodhin këtu në Drizar, lagjen tonë. Lagje mesme të kjo. Lagja që banohet më shumë. E ka problem dhe. Është fatkeqësi për këtë fshat ku vjen fondet. Sepse në Çorrush janë bërë të tëra rrugat e Varrezat, në Drizar s'ndihet njeri. Ne duam fondin ku vete. Në qoftë se s'ka çelu qeveria fond, na kërkoj ndihmë se unë kam çuar shpirtin atje. Do investoj unë. Po jo. Çfarë problemi ka konkretisht atje? Do ta shikoni, filmojeni dhe tregoni. Filmojeni. Është shumë të vështirë ta çoni të ndjerin. Ça? U rregullisëm, e shpum në përshit. Shkruaj po deshe 17 marsin që është të mbahet mend që është bërë. Ran burrat të rrugës. Edhe s'ndihet kush. Pse, nga që rruga është e keqe? Shumë. Po jo për timen, po për të tërë. Jeni ankuar për këtë situatë? Ne sërrim këtu dhe kështu që s'na dëgjon njëri fjalë. Edhe këta që kanë vajtë në bashki, kanë thënë një tjeta s'ta hap derën fare. Kështu që. Pra është një problem shumë i madh. Shumë i madh. Do ta shikoni dhe në çdo stend viti, do si ndimër kur ka bal. Moj, shikoj tash ti do ngjitesh me këtë, se qysh do ngjitesh.